A e kuptoni se sa shumë ndryshim ka kur ju e dini se kush jeni? Kur ju e dini se kush jeni, atëherë nuk ka pse të përpiqeni t'i provoni dikujt tjetër se kush jeni. Kështu Jezusi plot me frymën e shenjtë, po lexoj tek Luka 4, do të lexojmë nga 1 deri në 13. Dhe të shohim nëse mund të duroni për 13 vargje pa e humbur mendjen. Jezusi plot me frymën e shenjtë u kthye nga Jordani dhe fryma e çoi në shkretëtir. Pse nuk mund ta shohim këtë? Çdo gjë sprovuese që na vjen në jetë mund të jetë djalli ai që po e shkakton atë, por ndonjëherë Perëndia nuk na drejton të largohemi, ai na drejton drejt saj, sepse ai do që ta marrë atë që Satani sjell për të na lënduar dhe ta përdor për të mirën tonë. Unë nuk e di për ju, por për mua ky është një nga parimet më të makniqme. Perëndia mund ta marrë diçka që duket shumë e keqe dhe faktikisht ta ndryshojë atë plotësisht e ta bëjë një nga gjërat më të mira që mund të ndodhë në jetën tonë. Sa nga ju e kanë përjetuar këtë në jetë, e shihni të gjithë ne, as është e makniqme. Fjala e Zotit funksionon. Vargu 2, ku për 40 ditë e tundoi djalli, gjatë atyre ditëve ai nuk hëngri asgjë, por kur ato kaluan e mori uria. Tani e dini, Satani do të pres ndonjëherë derisa ju të jeni të dobët. Ju ose do të jeni shumë të lodhur, ose shumë të raskapitur, ose jeta juaj do të jetë plotësisht e çekuilibruar, ju keni punuar aq shumë sa ndjeni sikur s'ja dilni dot, ose jeni të sëmur ose diçka tjetër, dhe pastaj ai fillon me gënjeshtrat e tij. Dhe djalli i tha atij: "Më pëlqen shumë kjo. Nëse je biri i Perëndis." Gjëja e parë e sulmit të tij ishte pyetja kush. Sa herë mendoni ju se djalli më ka thënë mua kur doja të filloja këtë shërbes, kush mendon se je ti? Po them thjesht kush mendon se je ti? Unë kisha vetëm 12 klasë arsim. Nuk isha budallaqe, por nuk isha super e zgjuar. Por a e dini çfarë kisha unë? Shumë sens praktik. Është e makniqme sa larg mund të shkoni thjesht me sensin praktik. E dini? Dhe jo vetëm kaq. Nuk gjej një mënyrë tjetër ta them këtë, por kisha shumë guxim. Unë thjesht isha aq e guximshme sa të thosha, në rregull, le të shohim çfarë ndodh. Dhe ju duhet jeni të gatshëm të dështoni për të zbuluar nëse mund të keni sukses. A më dëgjuat, po e them dhe një herë. Ju duhet jeni të gatshëm të dështoni për të zbuluar nëse mund të keni sukses. Por, njerëzit që janë të pasigurt kanë kaq shumë frikë nga dështimi, sa që shumicën e kohës thjesht qëndrojnë në të njëjtën zonë të sigurt dhe kjo bëhet aq e mërzitshme, sa që pothuajse i bën të zemëruar. Por askush s'mendon se kam gabim. Po ju them diçka. Dikush do të mendoj diçka gjatë gjithë kohës, kështu më mirë jepini një shkas. Nëse je biri i Perëndis, i thuaj këtij guri të bëhet bukë. Por Jezusi u përgjigj, është shkruar, njeriu nuk do të rojë vetëm me bukë. Ne kemi fjalën, kështu mund të flasim fjalën kur djalli është duke na sulmuar. Mësoni t'ia ktheni fjalën djallit, sepse ai sigurisht që u flet shumë juve. Pastaj djalli e çoi në një mal të lartë dhe për një çast i tregoi të gjitha mbretëritë e botës dhe djalli i tha: "Unë do të jap gjithë pushtetin e këtyre mbretërive dhe lavdinë e tyre, sepse mu dha mua në dorë dhe unë ja jap kujt të dua. Në qoftë se ti pra më adhuron, do të jetë krejt jotja." Por Jezusi u përgjigj, është shkruar, adhuro Zotin Perëndin tënd dhe shërbej vetëm atij. Pastaj e çoi në Jeruzalem, e vuri në majtë të tempullit në cep dhe i tha atij: "E njëjta gënjeshtër përsëri, nëse je biri i Perëndis. Kush mendon se je? Forca, vërtetoje tani." Ai s'kishte nevojë të vërtetonte asgjë, e dini pse? Sepse ai e dinte kush ishte. Kështu shumë nga gjërat që ju shihni Jezusin të bëj. Për shembull, që nuk përpiqet ta mbrojë veten nga sulmuesit e tij. Ata e akuzonin dhe ai thjesht i dëgjonte.
Dhe ju ndoshta mendoni, përse nuk e mbron veten tënde, përse nuk u tregon kush je? Ai s'kishte nevojë ta bënte këtë sepse e dinte kush ishte. A e kuptoni se sa shumë ndryshim ka kur ju e dini se kush jeni? Kur ju e dini se kush jeni, atëherë nuk ka pse të përpiqeni t'i provoni dikujt tjetër se kush jeni. Forca, apo e kupton ndonjë këtë? Dhe unë do t'ju them se kush jeni ju. Ju jeni fëmijë të papërsosur, të rëmujshëm, të bukur dhe të mahnitshëm të Perëndis, për të cilët Jezusi dha jetën e tij. Ju jeni drejtësia e Perëndis në Krishtin, të ndarë veçmas për të bërë të shenjtë me anë të gjakut të Jezusit. Ju keni dhunti dhe talente dhe Perëndia ka planifikuar një të ardhme të mirë për ju dhe mos lejoni kur që djalli ta vjedhë atë. Amen. Pikërisht këta jeni ju. Dhe kur djalli ju thot kush mendon se je ti, duhet t'ia ktheni përgjigjen atij e të thoni, unë jam një fëmijë Perëndis. Jam blerë dhe për mua është paguar me gjakun e Krishtit. Largo nga rruga ime. Nëse je biri i Perëndis, kush mendon se je ti? Është shkruar, ai do të urdhërojë ëngjëjve të vet rreth teje të ruajnë, dhe ata do të të mbajnë mbi duart e tyre që këmba jote të mos ndesh me asnjë gur, dhe Jezusi i tha, është thënë, mos e tundo Zotin Perëndin tënd. Dhe vargu 13 thot, dhe kur djalli u largua dhe i mbaroi të gjitha tundimet e tij, tani lexoni këtë, u largua prej tij për një farë kohe. Kështu, a mund ta kuptojmë këtë sot e ta besojmë? Djalli sillet rrotull si një luan vrumbullues me uri të madhe, duke kërkuar dikë që mund ta përpijë. Nuk ka përse t'jeni ju. Nëse ju e dini kush jeni në Krishtin, nuk ka pse të jeni ju. Amen. Dhe madje edhe kur e dini kush jeni në Krishtin dhe kur e dini se jeni të falur dhe se Perëndia njeh zemrën tuaj, nuk ka pse të harxhoni me asnjëherë më shumë nga jeta juaj duke ndjer faj dhe dënim. A më dëgjuat? Nuk ka pse të harxhoni më shumë nga koha juaj duke ndjer faj dhe dënim. Dhe e dini pse? Nëse jeni penduar për mëkatet, për ato mëkate tashmë është paguar, falja është në dispozicionin tuaj. Ju duhet ta pranoni atë. Perëndia dinte çdo gjë të gabuar që ju do të bënit që para se ju ta bënit atë gjë, dhe ai ju donte ju shumë kohë para se ju ta njihnit atë. Kështu që s'ka pse të vërtetoni asgjë. Ne do të testohemi derisa të jemi të sigurt në Krishtin. Dhe vetëm në Krishtin. Jezusi tha, të ndarë prej meje s'mund të bëni asgjë, dhe unë isha duke menduar për këtë. E dini çfarë, le të flasim për këtë. Të ndarë prej meje nuk mund të bëni asgjë, me sa duket njerëzit që janë jo besimtar bëjnë disa gjëra të mahnitshme. Po them, ata kanë karrierë të mirë, ata shpikin gjëra, ata bëhen të famshëm në botë, por ja çfarë mendoj unë? Unë vërtet nuk mendoj se ndonjë person mund të bëjë ndonjë gjë i ndarë nga Krishti dhe realisht të jetë i përmbushur dhe i lumtur. Por dëgjoni, në Krishtin, nëse ju e dini kush jeni, mund të jeni të lumtur dhe të kënaqur mbi një platformë nëse është ajo që Perëndia ju ka vajosur, apo edhe kur pastroni tualetin. Sikur si ju pëlqeu kjo. Ju e njihni pastor Majkun, i cili më ndihmon këtu. Ai është njeri i rrallë. Ai mund të ngjitet këtu e të drejtojë këtë shërbes e të predikojë, por nëse unë i them atij, Mike, tualetin ka të parë bllokuar, a e ke problem ta rregullosh pak atë? Ai thot, do ta bëj me kënaqësi dhe shkon e bën. Dhe dëgjoni, kur ju e dini se kush jeni në Krishtin, atëherë nuk ka pse t'ju duhet të bëni diçka që bota e quan të madhe, të ndiheni të rëndësishëm, sepse thelbi është se nëse kjo është ajo që Perëndia ju ka dhënë, atëherë është po aq e rëndësishme sa çdo gjë tjetër që ai ka dhënë dikujt tjetër të bëjë.
forca. Mjaftë të përpoqë të bëni përshtypje njerëzve me ato që bëni, me ato që vishni, me ato që keni dhe me ata që njihni. Po më vjen të hidhem në mes të turmës aty dhe të shkum disa njerëz. Perëndia im, sikur ta dini se çfarë kam kaluar për të arritur njohurinë që kam dhe po përpiqem t'ju përcjell juve. Thjesht ndiem sikur ndonjëherë dua t'i zbërthej njerëzit dhe t'i mbush plot me ato që unë di tani dhe pastaj t'i mbërthej prap e t'i dërgoj në botë. Mua më pëlqen t'i shoh njerëzit të shpëtuar. Një natë më parë 525 njerëz ja dhanë jetën Zotit. Por kuptojeni se unë dua që ju ta shijoni udhëtimin. Unë nuk dua që dikush të jetë i dëshpëruar e të përpiqet të arrijë qellin. Unë dua që ju ta shijoni udhëtimin çdo ditë për të cilën Jezusi vdiq të na jap. Dhe kjo është e pamundur nëse ju nuk e kënaqni veten tuaj. Dhe vetmja mënyrë si mund ta kënaqni veten është nëse ju mësoni si jeni në rregull. Kjo nuk do të thotë se Zoti bëni asnjë gabim, por do të thotë se nuk ka përse të jeni si dikush tjetër dhe se ju nuk përcaktoheni nga puna që bëni, por nga fakti se kujt i përkisni. Po ju them diçka, unë e admiroj burrin tim për diçka që bëri vite më parë. Na atë kohë më zemronte. Por tani kthej kokën dhe shoh sa i zgjuar ishte, ai punonte si inxhinier dhe ishte siç e quanin kapiteni punës. Dhe jo, nuk ishte kapiteni punës, por bënte punën e kapitenit. Dhe i ofruan ngritje në detyrë që të bëhej kapiteni punës, që do të thoshte se duhej të udhëtonte shumë, të kishte shumë përgjegjësi dhe ai vërtet do të bënte më shumë para, por ai e refuzoi. Mirë, unë isha shumë ambicioze dhe luftëtare në atë kohë dhe mendova, cili është problemi yt? Nuk do të ngrihesh në detyrë, nuk do të ngjitësh shkallët, ti se vret mendjen. Mirë, ai nuk ishte pse ti ishte kapiten, të ndihej i rëndësishëm, sepse ai tashmë e dinte se kush ishte në Krishtin dhe e dinte brenda vete se nuk do të punonte inxhinier gjithë jetën e tij. Se e dinte se kur do të ndodhte kjo gjë për të cilën e kishin besuar, por Devi gjithmonë ka qenë shumë i lumtur, nga që është shumë i sigurt. Dhe njerëzit janë gjithmonë kureshtar se si shkojnë gjërat midis meje dhe atij. Dhe e dini se si ndihet ai për këtë gjë, dhe është një histori shumë e shkurtër dhe e lehtë. Kur Perëndia më thiri mua në fillim, Devi nuk ishte entuziast. Dhe ai tha Perëndis, "E po pse ajo?" Zakonisht është burri ai që e bën këtë. Dhe kjo ishte e saktë. Zakonisht burri e bënte këtë gjë. Ne do të kishim një shkëmbim të roleve dhe Perëndia i foli atij dhe i tha, nëse ti bën atë që unë të kam dhënë të bësh, gjithmonë do t'jesh i lumtur. Dhe nëse e lejon atë të bëj, atë që unë i kam dhënë të bëj, atëherë të dy do t'jeni të lumtur. Apo një version të tillë të kësaj, e di se tregova mirë. Kur të mbaroj takimi, Devi do të më tregoj çdo histori që se tregova mirë. Ati pëlqejnë detajet, unë dua të përcjell thelbin. Dhe e dini sa burr i mahnitshëm duhet të jesh, të lejosh gruan të bëj këtë që bëj unë. Dhe njerëzit më pyesin mua, a vjen Devi në të gjitha takimet? Ndoshta mund të ketë pasur 3 raste kur ai nuk ka qenë aty ku është tani, në gjithë këto vite. Dëgjoni, duke qenë se unë jam këtu larg, dikush mendon se jam e rëndësishme, por po them Devi ishte aq i urtë sa ti
menaxhonte paratë e shërbesës dhe nuk na është dashur të kemi asnjë borxh dhe të mos paguajmë as 100 dark interes. Çdo gjë që ne kemi bërë me para në dorë. Fakti që dikush s'është në një platformë s'do të thotë se s'po bën asgjë. Dhe do t'ishte e makniqme se sa shumë histori të mrekullueshme do të dëgjonim nëse të gjithë thjesht do të ishin aq të sigurt sa të bënin atë që supozohet të bënin dhe të mos ndiheshin sikur duhet të jenë në konkurrencë me dikë tjetër. Amen. David duhet të kalonte disa gjëra që nuk ishin të lehta për të. Por ai më lejoi të isha ajo që Perëndia donte të isha. Dhe e dini kur ju e dini se kush jeni në Krishtin. Ju do t'i lejoni të tjerët të jenë personat që janë në Krishtin. Nëse ju nuk e dini kush jeni, ju automatikisht do të përpiqeni t'i pengoni të tjerët, që kështu ata të mos duken më të mirë se ju. Filipianëve 3:3, sepse rreth prerja e vërtet jemi ne që i shërbejmë Perëndisë në frymë dhe mburremi në Krishtin Jezus pa besuar në mish. Asnjë grimc nga siguria jonë nuk vjen nga ajo që ne jemi në mish. Nga ata që njohim, nga ajo që veshim. Madje as nga pamja jonë. Dhe Bibla thotë se Perëndia na tund në jetën tonë. Tek Hebrejve 12:27. Dhe kjo fjalë edhe një herë tregon ndryshueshmërinë e gjërave që tunden si të bëra me dorë që të mbeten ato që nuk tunden. Wow! Disa nga ju janë në një kohë tundjeje në jetë. E dini Perëndia thjesht po tund të gjitha gjërat që nuk ju duhen. Tek Gjoni 15 na thuhet çdo shërmend që nuk je fryt në mua je e heq. Kurse çdo shërmend që je fryt, ai e krahasit që të jap edhe më shumë fryt. Dhe kështu e kuptova, ju krahasiteni sido që të jetë. Kështu është më mirë të thoni në rregull Perëndi, bëj si të duash ti, bëj atë që do. Tani, e dini çfarë është krahasitja? Ju krahasitni ato deg të një peme apo një shkurreje që po rriten në drejtimin e gabuar. Apo që janë të kalbura. A e dini sa gjëra të kalbura mbarti me vete? Thjesht gjëra që nuk janë duke na sjellë asnjë gjë të mirë. Perëndia ka mbaruar me to 10 vite më parë. Dhe ne ende i tërheqim zvarr me vete edhe pse nuk janë të vajosura dhe nuk po na sjellin asnjë të mirë dhe nuk duam t'i kemi dhe as nuk e dim që i kemi. Ato thjesht na vjedhin energjinë tonë. Dhe Perëndia i krahasit ato gjëra, nëse ju do të mendonit sikur të ishit një pemë dhe një kopshtar do t'ju afrojë me një palë gërshër dhe ju do të ndjeni diçka, nuk do të ndjeshit as pak mirë. Kjo është arsyeja pse ndonjëherë kur Perëndia merret me ne mund të mos ndjehemi mirë, por ai është duke hequr të gjitha ato gjëra që faktikisht nuk janë të mira për ne dhe që po na lëndojnë, por me të cilat jemi mësuar aq shumë sa që nuk i lëshojmë dot, verse kur Perëndia i largon ato dhe ne nuk mund të bëjmë dot asgjë. Forca. Satani është gënjeshtar. Pjesa më e madhe e gënjeshtrave janë në lidhje me ne personalisht. Zoti s'është i kënaqur me ty. Ai është i zemëruar me ty. Çfarëdo që të bësh nuk është mjaftueshëm. Ti je një dështak. Ty askush nuk të do. S'mund të dëgjosh nga Zoti, kur nuk do të kesh sukses në asgjë. Je shëmtuar, je budalla, nuk e dhun ti, nuk e talent, je i dobët, je i shëndosh, ke këmbë të madhe. Është e mahniqme se si ai gjithmonë na thot se ose jemi më shumë se ç'duhet ose nuk jemi mjaftueshëm. Ne nuk jemi kur në rregull. Mos e dëgjoni me atë dhe dëgjoni Zotin. Satani na krahason me të tjerët, pse nuk mund të jesh dhe ti si ai? O Perëndia im, nëse jeni prindër, kur mos e krahasoni një nga fëmijët tuaj me tjetrin. Kjo është një nga gjërat më të këqija që ju mund t'i bëni një fëmije.
Ju thoni po pse se bën Perëndia djallin të na lërë të qetë? Mirë, ai nuk e bën sepse ai dëshiron që ne të mësojmë të bëhemi më të fortë. Ai dëshiron që ne të kemi këmbëngulje dhe ai dëshiron që ne të dimë se kush jemi në të, dhe se në të vërtet kemi shumë autoritet mbi djallin. Dhe ai nuk mund ta sundojë jetën tonë nëse ne nuk e lejojmë, por ne duhet të dimë fjalën dhe ne nuk duhet të jemi të krishterë që flenë gjumë dhe nuk i kushtojmë vëmendje asaj që ndodh. Kuptoni se kur djalli po ju gënjen dhe thuajini atij je gënjeshtar, unë nuk do të dëgjoj, unë e di kush jam në Krishtin. Për aq kohë sa Perëndia sovran na çliron nga çdo vend i vështirë, ne kur nuk kemi fituar asnjë lloj betejë. Një shembull i mirë është një shqiponjë vogël ende në vezë. Kur një shqiponjë është në vezë dhe nuk ka lindur ende, ajo ka një dhëmb në fund të sqepit. Dhe e përdor atë dhëmb për të thyer lëvozhgën. Dhe është punë e vështirë. Unë nuk e kam parë personalisht, por kam lexuar histori për këtë, dhe se si është pothuajse e dhimbshme të shohësh një nga ata zogjtë e shqiponjës. Kur përpiqet të dalë nga veza, ai duhet të çukis, çuk, çuk, çuk. Po them, duhet ta bëj vazhdimisht. Por ajo që ne nuk e dim, është se Perëndia e ka rregulluar në atë mënyrë me qëllim, sepse para se të dalë nga veza, ai është tashmë duke zhvilluar këmbënguljen. E dini, shqiponjat janë zogjë vërtet madhështor. Dhe ajo gjë që unë pëlqej shumë te këto është se ata zogjë nuk fluturojnë në tufa, ata fluturojnë vetëm. Forca ndoshta 2 apo 3 njerëz e kuptuan këtë që dua të them. Nëse ju do t'jeni një shqiponjë për Perëndin, ndonjëherë duhet të fluturoni vetëm. Amen. Ju nuk mund të rini krahët me gjithë të tjerët në tufë. Duhet të ngriheni përmbi çdo gjë. Kur jemi bebe në krishtërim, duam që të gjithë të bëjnë lutjet për ne, të gjejnë shkrimet për ne, e dini, të na mbajnë dorën, e dini, të na ndihmojnë, jam i trishtuar, jam i dekurajuar, unë jam kështu e ashtu, dhe Perëndia siguron një sistem mbështetës, kur ju duhet të jeni rënjë dhe të themeloheni në të. Por një ditë ai do të vi dhe do ta shem gjithë atë mbështetje që keni. Dhe do t'ju duhet të jeni në gjendje të besoni vetë, të qëndroni vetë përballë armikut, të dini se kush jeni dhe të filloni punën. Në vend që të keni nevojë për ndihmë, filloni të ndihmoni dikë tjetër. Ndihmoni dikë tjetër. Bëni diçka për dikë tjetër, jo thjesht të vini në kish vetëm për të marrë vazhdimisht. Jo thjesht të vini në kish vetëm për të marrë. Dilni vullnetar, shërbeni, jepni nga koha juaj dhe sakrifikoni pak. Njerëzit e pasigurt nuk din të shërbejnë. Luka 22, 24 deri në 27. Midis tyre lindi edhe një grindje se cili nga ata duhej të konsiderohej më i madhi. A nuk ju pëlqejnë këta njerëz? Imagjinoni sikur ne të hanim drek pas takimit dhe të uleshim e të grindeshim cili është më i madhi. Por Jezusi u tha atyre, mbretërit e kombeve i sundojnë ato, dhe ata që ushtrojnë pushtet mbi to, quhen bamirës, por me ju mos qoftë kështu. Madje më i madhi ndër ju le të jetë si më i vogli, dhe ai që drejton si ai që shërben. Mirë, që nga një person diku atje nga fundi që i pëlqen kjo. Në fakt, kush është më i madh, ai që është në tryezë apo ai që shërben? Dëgjoni këtë, vallë, as është ai që ri në tryezë? E pra, unë jam midis jush, por si ai që shërben. Këtu ne kemi Perëndin që vjen këtu në tokë
në këtë lëmsh dhimbjeje në formë njerëzore, duke marrë mëkatet tona mbi veten e tij. Ai që është personi më i fuqishëm i korave, erdhi si shërbëtor. Ne mendojmë se të drejtosh është diçka e fuqishme, por është e fuqishme kur ju e dini se kush jeni, aq sa të jeni shërbëtor.